Sporti ndërtohet nga njerëz që i kushtojnë jetën dijes, përkushtimi dhe shembullit. Drejtan Adili është një nga figurat më të respektuara sportive të Kërçovës. Ish futbollist aktiv, profesor me mbi 27 vite përvojë, doktor i shkencave të sportit dhe trajner i licencuar nga UEFA. Ai përfaqëson një model të rrallë të bashkimit mes sportit dhe edukimit. Si themelues i klubit të futbollit Uskana për Djemë dhe klubit të parë të futbollit për vajza në qytet, ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin e sportit dhe përfshirjen e të rinjve pa dallim gjinor. Përveç futbollit, Dritan Adili është edhe maratonist aktiv, duke përfaqësuar Kërçovën në gara vendore dhe ndërkombëtare. Shembulli i tij shtrihet edhe në fushat akademike me punime shkencore të botuara dhe pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare të sportit. Për përkushtimin jetësor ndaj sportit, shoqata Votra e nderon me çmimin e kontributit akademik dhe sportiv.